Washingtoni dhe Teherani janë më afër se kurrë një marrëveshjeje historike për t'i dhënë fund luftës dhe krizës së gjatë në lindjen e mesme. Ka qenë vetë presidenti amerikan Donald Trump ai që njoftoi se firma mbi dokument do të hidhet pikërisht sot, në ditëlindjen e tij të 80. Nga ana tjetër, autoritetet iraniane flasin për një marrëveshje në ditët në vijim, duke lënë ende të paqarta fatin përfundimtar. Pavarësisht mospërputhjeve mes deklaratave, të dyja palët kanë sinjalizuar se negociatat kanë shënuar për parim të rëndësishëm. Ndërkohë Pakistani, i angazhuar si ndërmjetës në proces, bëri të ditur se dokumenti mund të finalizohet brenda 24 orëve dhe më pas të kalojë në diskutime teknike. Ndërkohë Trump premtoi menjëherë se sapo të nënshkruhet gjithçka, ngushtica e Hormuzit do të jetë e hapur për të gjithë dhe se iranianët nuk duan më armë bërthamore. Por ky dakordësim i mundshëm ka sjellë menjëherë reagime të forta dhe protesta të ashpra nga konservatorët në rrugët e Teheranit. Ky lajm ka alarmuar edhe Tel Avivin zyrtar, ku kryeministri Benjamin Netanyahu ka thirrur me urgjencë kabinetin e sigurisë mbrëmjen e shkuar. Burime për mediat izraelite pohojnë se kushtet e këtij memorandumi rrezikojnë seriozisht interesat e sigurisë së Izraelit, sepse SBA ka pranuar kërkesat kyçe të Iranit. Në lojë është futur edhe Londra zyrtare, ku kryeministri britanik Keir Starmer zhvilloi një telefonat me kreun e Shtëpisë së Bardhë. Starmer përshëndeti progresin e bërë dhe deklaroi se Britania e Madhe është plotësisht e gatshme të mbështesë çdo përpjekje që sjell një paqe të qëndrueshme në rajon.